Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Live. Eksperte e turizmit luksoz apo elitar, sipërmarrëse e suksesshme, menaxhere e suksesshme, ambasadore e turizmit shqiptar në SBA dhe më gjërë, avokate e leadershipit dhe sipërmarrjes së grave, e shumë të tjera. Këto i atribuohen personit të cilët kemi të ftuar sot, zonjës së nderuar Nevila Dudaj. Faleminderit që jeni flasim hapur, zonja Dudaj. Faleminderit Bledar për ftesën dhe më bëre të skuqem ti dëgjoj gjithë to cilësime dhe atribute. Mua më duket se thjesht bëj punën time edhe e bëj me shumë pasion. Atë që bëj e bëj me pasion. Domethënë kjo është ajo që më shtyn të bëj çdo ditë më shumë. Vërtet vi nga një fushë e biznesit, diplomim në biznes edhe në juridik, por besoj që duke gjetur pasionin e jetës time, punën që më përshtatet më shumë, ndoshta kam arritur të shkoj aty ku. Zonja Dudaj, personalisht, është një opinion personal të lidhe me ju. Mendoj që ka njerëz të zakonshëm, cilët jetojnë jetën e tyre me fizikëri, dignitet njerëzor. Po ndërmesin tonë është një kategori e njerëzve të jashtëzakonshëm. Dhe për këta njerëz të jashtëzakonshëm, dhe ju referon edhe juve në këtë rast, dhe ajo hyrje që ju bëra ishte e shkurtuar, sepse shumë më gjatë, ajo puna keni bërë kur ju shpret, keni bërë thjesht punën tuaj, po ka efekte dhe efekte në shoqëri, në zhvillim, turizëm, rastin tuaj në sipërmarrje. Kështu që vërtet ju bëni punën, po ka efekte të jashtëzakonshme, të cilët ju falenderojmë. Ju në menaxhere e hotelit Adriatik, jo vetëm, se do të cekim dhe tjera, por duhet të ndalim këtu, sepse hoteli Adriatik është ikonë e qytetit të Durrësit. Dhe pas rrëzimit të regjimit, pyetja e gjithë durrësakëve ishte çfarë do ndodhi me atë hotel. Dhe këtu ju komplimentojmë se vazhdon të jetë ikonik për qytetin. Dhe kjo është punë e jashtëzakonshme. Faleminderit. Ishte fal guximit edhe impenjimit të gjithë familjes Dudaj, që ai hotel u risol në jetë pas privatizimin vitin 99-2000, edhe me punën, me përkushtimin, me gjithatë. Unë kam qenë në çdo hap të asaj që ka ndodhur atje, sepse Durrësi është qyteti im më i dashur. Unë vërtet jam rritur në Tiranë, por pjesën më të madhe të jetës time kam kaluar në Durrës, sepse unë kam kushërinë mi këtu, ne vinim shpesh, vinim çdo fundjavë nga Tirana, me mamin, me babin, me tim vlla kur ishin vegjël. Plazhin e kemi pas bërë në zonën ku e bënin gjithë durrësakët, kështu që ndihem gjysmë durrësake për të arsye. Dhe prandaj ato vende dua shumë, Adriatikun e duam shumë, prandaj unë nxitëm dhe i nxita dhe pjesëtarët e tjerë të familjes në ato kohë, pavarësisht isha shumë e re, isha zëri i vetëm femër në një biznes burrash, në një botë shumë tegër burrash. Natyrën tuaj të sipërmarrjes. Nuk e kam ditur që e kisha, nuk e kam ditur në ato kohë, nuk e kam ditur, isha e sapo diplomuar, kisha shumë dëshira, shumë ëndra, nuk dija çfarë do bëja, çfarë do bëhesha. Kisha mbaruar studimet në fakultet ekonomik, ndiqja ndërkohë studimet në fakultetin juridik, prej pasionit se doja të bëhesha avokate dikur, nuk e dija që do bëhesha menaxhere. Kështu që duke ndjekur dy fakultetet, nuk e dija se çfarë do bëja pas shkollës. Ndërkohë kjo doli si mundësi në ato kohë dhe ishte shumë e vështirë, nuk ishte njëri guximin, nuk pash të tjerë të kishin guximin të vinin të shikonin se çfarë po ndodhte me turizmin, me hotelet që jepeshin për privatizim. Më kujtohet shumë mirë ajo kohë, kemi ardhur gjithë bashkë familjarisht ta shikojmë çfarë bëhej me Adriatikun. Adriatiku ka qenë një dashuri, kështu që ishte ajo ikona e fëmijërisë time që ne shikonim nga larg dhe nuk guxonim të afroheshim në ato kohë. Dhe shkonim, ishim mbrapa, nganjëherë bënim pushimet e Durrësi, tek hotelet e tjera. Pra unë njoh aq mirë Durrësin si Durrës, edhe njoh zonën e plazhit, zonën e turizmit, ish turizmit, hotelet e tjera për rreth.
Kështu që nuk është e rastësishme. Gjithçka është vizioni, është pasioni, është dëshira, është për të rikthyer qytetit. Cili është sekreti nga i kalimit, pra, nga çfarë ju nuk dinit çfarë do bënit me jetën tuaj, dhe tashmë jeni kjo që jeni, cilë do përmendë dhe arrit e tjera. Është, këtë i them çdo ditë atyre që fillojnë të punojnë me ne. Janë vajza, djemë të rinj. I them, nëse filloni të bëni diçka, filloni dhe bëni mirë atë që bëni. Do me thënë, ju jepen disa detyra, ne i trajnojmë stafin, i mësojmë çfarë duhet të bëjnë. Për mua rëndësi e para është pozitiviteti dhe dëshira për të bërë diçka. Ama dhe dëshira për ta bërë shumë mirë. Pra, bën një veprim të çosh diçka nga pika A në pikën B, bëje shumë mirë, përpiqu ta bësh sa më mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, nuk ka kompromis në cilësi? Absolutisht. Ky është sekreti? Kjo është, mendoj që kjo është. Unë kam bërë gjithçka, do me thënë në atë kohë kur unë kam nisur, nuk kam nisur të jem drejtoresh apo menaxhere, sepse ishte një biznes i mbizotruar nga burrat. Edhe sot e kësaj dite, kjo industri ka shumë burra. Do me thënë, ne kemi thyer pak mitin në ato kohë, se unë kam qenë drejtoresh ekzekutive në vitin 2003. Kam nisur si drejtoresh ekzekutive, ama kam qenë pas kuintave, kam bërë rekrutimin, kam rekrutuar unë menaxherin e përgjithshëm të asaj kohe, që ishte Peter Bartman, e kam rekrutuar nga Gjermania. Dhe kur ai ka ardhur këtu dhe është përballur me mua, më ka parë moshën time, ka thënë, mendoja që do takoja një grua 50 ca vjeçare, po ti qenë ke 20 ca vjeçare. Është habitur ku më ka takuar. Më ka ndihmuar shumë fakti që kam qenë studioze, kam studiuar gjuhë huaja, unë flas 6 gjuhë huaja, edhe në dikur, po, kam qenë studente shumë e mirë. Të ndalëm pak të zhjuhë, ju flisni 6 gjuhë të huaja. Po. Dhe a mund t'ju pyes, sepse kam një qëllim se po e pyes, cilat janë këto gjuhë, ju lutem? Kam filluar me frëngjishten, që është gjuha që e kam dashur shumë, sepse kam studiuar në shkollë, frëngjishten, italishten, pastaj më pas nga televizori, nga frëngjishtja kanë lidhje shumë bashkë, sepse janë me të njëjtat rrënjë, gjermanishten, pata pasion, fillova ta studioja po vetë, gjermanishten ato kohë, kam qenë në gjimnaz shumë hershëm. Kanë qenë ato emisione në televizion që mësoj gjuhë huaj, nuk e di e u kujtohen. Po, shumë mirë. Edhe unë i ndiqja, isha shumë korrekte, persistente, më pëlqente tingulli i gjuhës gjermane, më pëlqente tingulli italianes, tingulli, pra mua nëse më tërheq një gjuhë, edhe unë ta mësoj se i jepesh pas ditëve më duket. Eksakt. Edhe ishin mësime shumë eficiente, kam përshtypjen, unë i kisha durim, kam akoma fletore që mbaja shënime. Më pëlqen shumë të mbaj shënime. E bëj edhe sot. Do me thënë, unë sot nuk shkoj gjykundje pa përgatitur apo pa mbajtur shënime, nëse kam diçka për të bërë, kjo është përpiqem të jem korrekte, organizuar, persistente, i ndjek hapat që duhet bëj, pra nuk lë diçka për gjysmë ose rastësisë. Përpiqem të marr masa, ta parashikoj, ta parandaloj diçka, kështu që shkojmë prapë te gjuhët. Kuptoj, në familjen time është folur maqedonisht. Dy gjyshet e mia për koincidencë kanë qenë nga Dibramave dhe është folur në familjet e respektive të mamit dhe të babit tim për koincidencë është folur gjuha maqedone. Kështu që kur shikonim televizor dikur, jepte Jugosllavi emisione dhe nga maqedonishtja, duke njohur edhe gërmat cirilike, mundi t'i lexoj gërmat. Nuk e di se si, ndoshta se di dëshira për të kuptuar filmat apo për të kuptuar këngët apo çfarë ka qenë ato kohë, e kam mësuar dhe e kam ditur shumë mirë në ato kohë. E kuptoj, tani e kuptoj, domethënë kur e dëgjoj. Kjo është një gjuhë tjetër. Arsyeja pse u ndala tek gjuhët është sepse të japim së bashku një mesazh për ata që na ndjekin. Suksesi nuk dhurohet. Dhe ju jeni shembull i gjallë për të ilustruar këtë gjë. Suksesi, për të arritur suksesin, punohet, investohet gjatë gjithë jetës. Dhe ndaj unë ndala, ja ku kemi zonjën Dudaj, flet 6 gjuhë të huaja, ka nisur karrierën e saj, si menaxhere në një supermarket të madhe, një nismë e rrezikshme, se edhe mund të falimentonte. Jo si menaxhere, e kam nisur
si asgjë. Pra nuk kisha një pozicion. Prandaj po shpjegoja se si kam zënë vendin në tavolinën e burrave, se ishte një tavolinë burrash. Pra, me gjini femërore në një ambient biznesi burror, maskilist, për të në vërtetën, dhe gjithë ky investim për të arritur këtu. Kështu që kushdo që jep mesazhin që thjesht ndërroje, dëshiroje suksesin, është gënjeshtër sepse kërkohet punë. Është vërtet. Hoteli Adriatik është me 5 yje. Po. Dhe ju në eksperte e turizmit luksoz ose elitar. A është gati Shqipëria për këtë lloj tregu? Ku jemi? Ku Shqipëria? Ku është Durrësi në tërësi, ai sentimenti i turizmit? Kam dhënë një intervistë pikërisht për Durrës Lajm para ndoshta ka 3 vjet. Diçka e tillë. Dhe kam filluar të flas apo 4 vjet, nuk më kujtohet ka qenë pas pandemisë. Edhe kam filluar të flas në atë kohë për turizmin elitar, që duhet fillojmë përgatitemi, sepse Shqipëria është tepër e vogël si të themi se si përfaqe për të pasur apo për të marrë atë lloj turizmi që kanë pasur në rajon. Për shembull, Kroacia ka pasur një boom të madh turizmi para 10-15 vitesh. Pastaj ka filluar reaksioni zinxhir në Maltëzi, tash po vjen këtu tek neve. Por Shqipëria nuk ka kapacitete kaq të mëdha sa për të përballuar një turizëm shumice, të themi. Kështu që mendoj që duhet ishte koha, duhet ishin marrë në çik masat më herët. Unë kam filluar të flas më herët që të përgatitet terreni. Ne bëjmë trajnime të vazhdueshme. Ne bëjmë selektime të personelit. I mësohet gjithçka nga A-ja deri tek Z-ja, sepse problemi këtu është që ne nuk kemi shkolla rigoroze të hotelerisë, të cilat ne I kemi ca shkolla të mesme, universitetin, por kurikulat që ndiqen atje, me çfarë kam parë unë, me çfarë jam interesuar të shikoj, nuk matchin ato kualitetin që kërkohet. Domethënë është diçka tjetër të kesh një hotel me 5 yje, ka mos përputhje në koncept. Në koncept. Po jo, në koncept. Para se shkojmë te kurikulat, ka në koncept, sepse në konceptin e gjës, filozofinë e gjës. Një hotel me 5 yje është filozofi tjetër. Një hotel me 5 yje ka një raport që duhet respektuar. Në një hotel me 5 yje, gjëja e parë që duhet të bërë apo duhet që të kesh klasifikimin e 5 yjeve, nuk është vetëm të kesh amenities, të kesh ta kesh hotelin luksoz, të bërë bukur, nuk ka rëndësi në pamje. Pamja nuk është aq e rëndësishme. Ka pikët e veta, sigurisht. Është një listë e madhe, po mund të jetë edhe e bërë thjesht diçka, e bërë në stilin, për shembull, janë hotelet e famshme Aman që do hapet në Sezan prej familjes Trump, Kushner. Kështu që Amani shuhet që ka strukturë relativisht të thjeshtë, janë minimaliste, kështu që nuk është luxury, por është minimalist. Pra nuk e ka ato elementet, por shërbimi, e nisa tek shërbimi, pra I pari në rend dhe I pari më e rëndësishme për mua dhe për klientin, për mysafirin që vjen në një hotel me 5 yje, është shërbimi, mikpritja, cilësia, është anticipation, është parashikimi se çfarë do gjej ai klienti. Nuk mund të vijë dhe të gjej diçka që nuk shkon, diçka që nuk është bërë, diçka që nuk është gati, diçka që nuk është. Pra nuk është 5 yje. 5 yje është dikush që e parashikon, e pret dhe I ka gjërat perfekte. Pra çdo gjë është perfekte. Dhe në vendin e vet. Çdo skenar që mund të ndodhë me një të ne jemi aty, pra unë jam aty, stresohem 2 fish në një hotel me 5 yje, sepse unë duhet të kem gati gjithçka, ashtu siç e ka pritur ta shofi klienti im dhe bile edhe më mirë se çka ka pritur ta shikoj. Pra është diçka është shumë delikate. Pra ka nisa të flas për raportin, pra për të rishje që duhet ketë sa persona duhet jenë të punësuar në një hotel me X dhoma. Për shembull, raporti ideal, më I miri, është 1 me 1.2. Pra, 1 dhomë hoteli, 1.2 punonjës. Neve e kemi 1 me 2 punonjës në hotel Adriatik. Kjo tregon shumë, besoj. Kjo tregon shumë. Komplimente. E para ne përpiqemi sepse duke ditur që punonjësit që ne marrim në punë nuk vinë nga një shkollë
hotelerie. Po, pra formalisht Formale, siç janë në Itali, në Greqi, në gjithë botën. Pra në gjithë botën, në Amerikë, absolutisht. Pra, ka një kurikull thelpsore, që është shumë e rëndësishme dhe që shpjegon për çdo lloj pozicioni se çfarë duhet bëjnë në punë, secili prej tyre. Certifikohen, mësojnë, japin provimin dhe pastaj ata janë të gatshëm për të punuar diku. Dhe kur fillojnë punën, prap ka një proces stazhi, kualifikimi, trajnimi në punë etj. Jo si neve që fillojmë sot vjen dikush që unë marr intervistë për punë edhe më thotë sa kam rrogën, ndërkohë që nuk e ka idenë çfarë do bëj, nuk e di fare ç'do bëj. Ka nevojën, shpreh nevojën, por nuk ofron aftësi. Eksakt, nuk të ofron asgjë, sepse ajo është sigurisht është vlerë edhe ti e merr atë vlerën mbrapsh, absolutisht. Po në momentin që you deliver, pra ti e jep atë gjën, e jep produktin, shërbimin, duke filluar që nga buzëqeshja, nga mikpritja, nga gjitha elementet me radhë. Në lidhje me diasporën, ju bashkëpunoni shumë me diasporën, edhe me figurat kryesore të diasporës shqiptare janë mbanë botës. Po, jam e fat. Ndoshta jam e fat që gjëndem aty ku gjëndem, nga njëre kërkon fatin, nga njëre kërkon. Tek Julius Cezari, Shakespeare shkruan që o njerëz, fatin mos e prisni tek yjet, por tek vetja. Që unë e kuptoj edhe mirë kuptoj modestin tuaj, për shtjesht, është meritet punës suaj, nuk është çështje fati. Dhe ju lutem diçka më shumë për diasporën, se është meritet punës suaj. Ndodhem atje, ndodhem në Amerikë, domethënë jemi vendosur në Amerikë, kemi vendosur pra të qëndrojmë në Amerikë, sepse marrëdhënie me Amerikën kemi pasur shumë hershëm. Hera jonë e parë ka qenë rreth vitit 2001-2002, diçka e tillë. Amerika ka qenë gjithmonë një nga dashuritë e mia, që fëmijë, siç kam pasur dashurinë për Durrësin, që ka qenë specifike dhe ndoshta prandaj jam atje ku jam, sepse kam dashur me gjithë zemër, edhe ndërkohë dhe Amerikën e kam dashur realisht me gjithë zemër, sepse kam qenë në ato kohra që dëgjonim fshehur Azizërin e Amerikës, dëgjoja fshehur Azizërin e Elis Biberajt, dhe është shumë interesante, sepse kur e kam takuar Elis Biberajn për herë të parë në Washington DC, në 2012, për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, kam shkuar atje në një vizitë të organizuar me Radio Televizionin Shqiptar, sepse kisha idenë në ato kohë që të shkoja të merja, të bëja intervista të personazheve të shquara në ato kohë, me rastin e 100 vjetorit, dhe një për aty ishte Elis Bibera, dhe me atë rast takoj legjendën, heroin tim. Dhe kur e kam takuar, jemi përlotur të dy, si kam thënë, është ka qenë një ëndër, ka qenë një ëndër që unë ta takoja atë njeri dhe ai më ka hapur një dritare, më ka hapur, na ka treguar atëherë se çfarë ndodhte, cila ishte Amerika, prandaj filluam të duam aq shumë dhe prandaj shqiptarët besoj e duan aq shumë Amerikën. Edhe kjo ka qenë një dashuri e tillë dhe kur e kam prekur pastaj për herë të parë dhe kam kuptuar se çfarë diferencë ka Amerika me Europën, pra jo shumë njerëz e shohin atë diferencën. Unë e kam vënë re, sepse në Amerikë është ti ndjehesh i lirë. Ndjehesh i lirë sepse je si gjithë të tjerët. Janë gjithë emigrantë atje. Edhe ata që thonë që jemi amerikan, janë emigrantë sepse kanë një rrënjë të dikur, para 100 vitesh, 200 vitesh, pararësit e tyre kanë ardhur në atë vend, kështu që janë të gjithë të ardhur. Dhe kjo është pjesa e mirë. Plus që ka një lloj pozitiviteti atje në ajër, ndihet diçka tjetër që në Europë nuk është. Domethënë është dukur dhe ne na shikoni me një sy tjetër, kam përshtypjen, pavarësisht që unë nuk e kam ndjer diskriminimin në Europë. Pra unë kam shkuar turiste, kam qëndruar. Europa është dam charmante, e dim. Është bukur. Amerika është filozofi tërësisht unike, nuk ka në botë për Amerikën. Është toka e lirisë. Është toka e lirisë, kjo është toka e lirisë. Një vend që nga shumë një, nga një shumë, është ndërthurje shumë çuditshme, Evropa nuk ka shans ta arrijë këtë lloj konceptimi. Por ju përpos se përfaqësoni Adriatic Tours në New York Times Tour gjithashtu,
Keni qenë të parët, keni profesuar turizmin shqiptar? Po, në New York Times Travel Show. Travel Show. Është një travel show i madh, ka qenë ato kohë. Kjo ka qenë para Covidit, domethënë në ne filluam 2017-ën, 18-ën, sepse biznesin e kam hapur në Amerikë në fund të 2016-ës. Në dhjetor të 2016-ës është hapur Adriatic Tours me një qëllim preciz. Pra ishte e vetmja agjenci që ofronte udhëtime në një niche market, konsideroj niche market, Ballkani, Shqipëria as nuk e dinin se ku ishte. Domethënë shumë nga agjencitë apo tour operators që unë flisja atëherë, nuk kishin fare informacion se ku ishte. Jo më njerëzit e thjeshtë. Kështu e nisa, ishte një nga strategjitë që përdora për të expand biznesin atje, për të zgjeruar biznesin atje, por ndërkohë dhe për ta bërë të njohur Shqipërinë. Sepse duhen shumë mjete, pra me artikuj që shkruanin ato që thoja tregoja për Shqipërinë, tregoja që Shqipëria është në rrugën ku shkon nga Kroacia, sepse në ato kohë bëj shumë promocion për Kroacinë. Edhe unë kam shkuar vetë, kam marrë pjesë vetë, kam marrë stendën për disa vite radhazi vetë në Panajir për të përfaqësuar Shqipërinë. Domethënë është çdo gjë dokumentuar, pas një mbështetje, pas një pa kërkuar asgjë nga askush. Në hyrje dhe e rifleksoj ambasadorët e turizmit shqiptar. Por ju përmendët edhe shkrimi ose artikull. E kemi votuar në Forbes. Po, së fundmi para 2 vitesh. Për ata që nuk e din, më lejoni t'ju them që Forbes është një nga emrat të medias amerikane, po në globale. Dhe cili ka qenë feedbacku, pra komentet, ke parë fryte nga... Absolutisht që po. Absolutisht. Janë të gjitha këto janë në sintoni, pra vinë të gjitha bashkë dhe të gjitha këto bëjnë efektin e vetë. Që kur e kam nisur të promoj Shqipërinë në për Panajira në Amerikë, takime në për konferenca që bëjmë ne B2B, zakonisht ne procedojmë B2B, jo B2C. Ajo është pika e parë që neve takojmë klient, pra në një panajir të tillë që ka B2B dhe B2C. Kështu ka filluar. Unë jam pjesë e Virtuozos atje. Virtuozo është një platformë shumë e fuqishme vetëm për profesionistët dhe unë jam e para që del. Bile jo më larg se sa dje, pata një telefonat nga një kolege në Amerikë, nga një kompani shumë e njohur, që kërkonte të cilte klientët e vet, që ishin jo grup këtë radhë, po ishin kështu si VIP clients, edhe më kërkuan asistent t'i asistoja personalisht klientët. Domethënë kjo është pjesa e fatit që ju thash që ndeshe me njerëz të tillë dhe këta janë qoftë Amerikan VIPs apo qoftë shqiptar të diasporës, të cilët e kanë tashmë e kanë kthyer Hotel Adriatikun në një nga pikat strategjike të takimit të diasporës. Pra, kushdo që vjen nga diaspora e ka Adriatikun si pikë takimi. Dhe kjo më bën shumë të lumtur sepse është një vend takimi për të gjithë. Pra, kushdo që ka dëshirë të bëjë network, të lidhet me diasporën, e ka mundësinë ta bëjë nëpërmjet nesh, nëpërmjet hotelit, nëpërmjet kësaj pikës strategjike. Për rjetëzim, po, absolutisht. Po. Jam pjesë, së fundmi jam pjesë Diaspora Economic Forum. Po. Jam në bordin e Diaspora Economic Forum dhe bashkë me founderat e Diaspora Economic Forum, që janë Fisnik Salihu nga Zvicra, është Shpend Bajrami, po nga Zvicra, jetoj në Zvicra, janë shqiptarë të Zvicrës, edhe Luli, janë të tre këta zotërinjt janë founderet e themelusit e kësaj Diaspora Economic Forum, që do mbahet vitin e ardhshëm në Bern të Zvicrës në datën 16 dhe 17 prill. Kemi bërë një event në Tiranë, patëm një event, modeshta organizoja kështu pak si last minute. Në 27 maj ishim në ambasadën zvicerane, e cila na hapi dyert dhe pati shumë na ofroi shumë mbështetje.
për organizimin e këtij eventi dhe për të krijuar atë rrjedhimin dhe të nxisnim bizneset shqiptare që kishin dëshirë të marrin pjesë, të jenë pjesë e forumit vitin e ardhshëm, të vinë të regjistrohen në forum. Nuk është e thënë të kesh një stand, nuk është e thënë të bësh, pra në momentin e parë që ke dëshirë, pra çdo biznes shqiptar ka dëshirë të zgjerojë biznesin e vet në diasporë, kudo që është diaspora jonë, sepse ky është një event gjithëpërfshirës, diaspora nga gjithë cepat e globit do vi dhe do jetë prezente atje, nga Australia, nga Amerika e Jugut, nga Amerika e Veriut, nga Kanadaja, Londra, Gjermania, ne po përpiqemi ta bëjmë masiv rrjetin ton, pra kemi database gjigant. Kështu që kjo do ishte shumë e bukur dhe unë kam shumë dëshirë të impenjoj bizneset shqiptare që të vinë të marrin më shumë informacion, të shikojnë çfarë planesh kanë për të ardhmen. Ka shumë bizneset suksesshme në Shqipëri që kanë hapur degët apo pikat e tyre. Dhe për shumë kam inkurajuar disa që unë i njoh personalisht dhe i kam thënë pse mos keni një deg në Londër, pse mos e keni një deg në Gjermani, pse jo një në Zvicër. Pra kanë biznesa aq suksesshme këtu, saqë atje do ishte fantastike të kishin një përfaqësi apo dikë që i bëj partner. Dhe ku më mirë se sa në evente të tilla që janë 100% shqiptare dhe jo panaire të dikujt tjetër, pra ky është një panair 100% shqiptar, i organizuar nga shqiptar, i ideuar nga shqiptar dhe i mbështetur po nga shqiptar. Kështu do ishte shumë kënaqësi të kushdo që ka dëshirë, domethënë të marrë pjesë, mund të më kontaktoj lirisht. Mua më kanë në LinkedIn, jam në LinkedIn, Nevila Dudaj, kam website-in tim neviladudaj.com. Kështu që aty keni kontaktet e mia, në çdo moment jam disponibël për të folur, për të takuar, për t'i drejtuar se çfarë mund bëjnë më mirë, sepse kjo është një oportunitet shumë i madh. Të gjitha diasporat botërore në gjithë botën e kanë një forum të tillë. Pra bëjnë forume të tilla dhe ne po e bëjmë tani. Është momenti tani. Nuk ka lidhje me asgjë tjetër, pra nuk ka nevojë të jesh member, nuk ka nevojë të bësh, pra nuk ka nevojë për asgjë, ka nevojë vetëm për participation, vetëm për ta ndjekur pjesëmarrje dhe tregim interesi. Tregim interesi. Për diçka shumë madhore. Kjo është. Kjo është ajo që kam bërë unë vetë. Ky është rrugtimi im. Unë kam qenë kurioze, kam kërkuar të di më shumë, kam kërkuar të shkoj të shikoj më shumë, kam kërkuar të mësoj më shumë. Dhe në momentin që i kërkon këto, atëherë të hapen dyert të tjera, ti hap nga një derë, sa herë kërkon diçka, ajo dera të hapet, nëse ti troket hapet. Dhe ju falenderoj që jo vetëm për këshillën, por edhe disponibilitetin që keni për bizneset shqiptare, se tashmë ju hapet ju rrugën atyre për të marrë pjesë në këtë pikë fokale të diasporës shqiptare për herë të parë që ndodh. Absolutisht. Ku e shihni Durrësin pas 10 vitesh? Durrësi që tani po bëhet si Miami. Unë dua ta krahasoj me Miamin. Durrësi po bëhet si Miami? Po, mua më pëlqen ta krahasoj me Miamin. Më duket më bukur krahasimi, e krahasoj shumë me Dubain, sepse Dubai Investors po bëjnë ato ndërtimet e bukura. Por ka më frymëmarrje, ka më lirshmëri Miami ndoshta, nuk e di, të doja të dukej ashtu. Sepse edhe neve po bëjmë modele të ngjashme me Miamin. Pra po bëhen branded residences, po bëhen ndërtime cilësore, po bëhen brande, po vinë këtu në Durrës. Kështu që unë aty e shikoj. E shikoj me shumë frymëmarrje perëndimore. Do doja të kishte influencë perëndimore dhe këtu dalim prapë tek ajo turizmi elitar që po flisnim përpara, i cili duhet ketë, pra në qoftë se ke target një klientel të mirë, një klientel nga e cila mëson, për shembull stafi im nuk mëson vetëm nga unë, apo vetëm nga human resources, apo nga menaxherët përkatës që kanë në çdo departament, nuk mësojnë vetëm nga ata, mësojnë nga klientët. Shumë më tepër. Në qoftë se unë sjell, ata janë më të mirët. Pra, në qoftë se unë sjell dhe kam marrë përsipër të sjell, që prej 2016-s ne kemi pasur gjithmonë klient amerikan të pranishëm në hotel, po jo dominant. Ata janë një nga klientët më të mirë që të mësojnë ty shumë, të lënë të kënaqur në fund të ditës, edhe nëse kanë diçka për ta thonë në mënyrën e duhur. Pra nuk janë të ashpër, nuk janë, nëse e shohin që ti je i ri, dikush ta japin një shans ta bësh diçka më mirë. Edhe kjo është ajo pjesa e bukur që janë klientë të cilët
sjellin kënaqësi dhe jo bezdisje. Kjo është pjesa e bukur. Dhe të kesh mundësi të zgjedhësh klientët e tu, ky është aset, pse është benefit shumë i madh për mendimin tim. Zëhet Dudaj, keni arritur shumë. Komplimente. Faleminderit. Rrugtim i suksesshëm dhe shembull frymëzimi edhe për gratë në sipërmarrje, sidomos ata me startupe, për leadership, për pjesëmarrje. E di që keni ëndra akoma. S'mund t'jeni një person me këto arritje pa ëndra të mëtejshme. Çfarë aspironi për të ardhmen, ju personalisht? Ëndra ime më e madhe është të shikoj fëmijët e mi që të ndjekin rrugën e tyre dhe të arrin të realizohen në jetë, pra të arrin të realizohen ata ëndrat e tyre. Deri tani i shoh që ata kanë marrë shembull. Jam shumë krenare me vajzën time që dje, jo më larg se dje ishte në një panel, po ishte pjesë e një paneli të startupeve dhe po tregonte eksperiencën e saj si startup i suksesshëm. Dhe më vjen mirë që gjithë familja jon ka lënë ka një trashëgimi në sipërmarrje. Edhe kjo është një nga ëndrat e mia. Profesionalisht, mendoj që unë vetë ëndrat e mia pak a shumë i kam plotësuar. Pra, duke qenë pjesë e bordeve të ndryshme, kaq shumë bordeve sa marr pjesë, pra jam pjesë e bordit të Diaspora Economic Forum, jam advisory board member e programit të leadershipit të grave në Universitetin e New Havenit në Connecticut, aty ku jetoj, dhe bile duke qenë pjesë e këtij programi, inkurajoj gratë dhe vajzat në të gjitha sferat, si të kenë bizneset e tyre, si të punojnë për dikë tjetër. I inkurajoj të më kontaktojnë sepse kam një special discount prej 8%-sh për të ndjekur të programet e leadershipit. Programet e leadershipit janë programe që vlejnë shumë. Janë programe që bëhen online, janë të shkurtra në kohë, shkojnë 6 deri në 8 javë, në qoftë se impenjohesh, mund të shkojnë më shumë nëse nuk ke shumë kohë, të marrin disa orë në javë. Janë programe shumë të thjeshta. Po janë programe që të mësojnë esencën. Atë që mua më është dashur ta mësoj me eksperiencë dhe duke u përplasur me mure, me njerëz, etj. Ajo që më është dashur të bëj në mënyrë natyrale, kjo është shumë e lehtë ta arrish nëpërmjet një programi që e bën për kaq pak kohë dhe ti kupton ku je në nivelin momental, ku je momentalisht në biznes, ku je momentalisht në pozicionin që ti ke. Ti mund të duash të kesh një pozicion tjetër, po ndoshta nuk je gati për ta marrë atë pozicion. Edhe ai pozicioni do bëhet shumë lehtësisht i jotë nëse ti arrin të superosh disa problematika apo disa gjëra të cilat mund të jenë nganjëherë mund të jenë në duke mund të jenë të vogla, por që ty të duhet të mësosh që ti përballosh. Kështu që kjo është ideja. Nëse gratë e vajzat janë të interesuara, unë i bëj thirrje që të më kontaktojnë për të marrë këtë discountin 8% për ta ndjekur të kursin online, sepse është diçka që ndryshon jetën. Unë kam bërë shpesh gjëra të tilla, kështu që veti kam ndjekur të kurset para 20 vitesh. Pra i kam kryer gjitha certifikimet e mia në Amerikë në bazë të interesit që unë kam pasur. Pra kam pasur interes më pëlqejnë shumë shitjet. Pra unë jam eksperte në advanced sales. E kam bërë certifikimin para 2010, diçka e tillë. Në Amerikë. Kam bërë certifikime për soft skills, për development dhe soft skills, sepse më është dashur të mësoj më tepër, të njoh më tepër emotional intelligence. Është shumë e rëndësishme që një lider të ketë vetë emotional intelligence, por të mësoj edhe më shumë mbi emotional intelligence, mbi resilience, mbi çfarë duhet bëj që të mos e lër diçka që e nis, sepse ka shumë gra, shumë startupe që nisin diçka dhe i lën. Bravo. I lën në mes. Për shumë arsye. Njerë nuk gjejnë financat, njerë nuk kanë inspirimin e duhur, njerë nuk bëjnë diçka ashtu siç duhet, prandaj ka shumë faktorë që ndikojnë ashtu. Të themi në të tërën, ka shumë faktorë. Them me krenari, kam një rast shumë të suksesshëm që është rasti më i freskët, të themi. Është një vajzë quhet Panorea. Panorea ka qenë një nga finalistet e vjetshme të Women Startup Competition, që Women Startup Competition
që realizohet, që është bërë për të 4 vit dje, u bë për të 4 vit në Shqipëri, është iniciativë ndërmarrë nga Albana Muçaj, që është një eksperte në PR, në gazetari, goxha grua frymëzuese. Ajo ka sjell Women Startup Competition në Shqipëri, pasi ky është një kompeticion ndërkombëtar. Ajo së bashku me Landa Grembin dhe Arbresha Tallën kanë nisur këtë iniciativë para 4 vitesh. Unë kam qenë një nga supportuesët e para. Më është dukur një mundësi fantastike. Dhe kështu është rritur, çdo vit rritet edhe shikojmë raste grash të cilët kanë ide shumë të bukura, nganjëherë kanë nisur si biznes, nganjëherë duan support, nganjëherë duan vetëm mentorim, nganjëherë duan ca gjëra të tjera të vogla që të shkojnë aty ku duhet. Dhe kjo vajza Panorea ishte 10 finaliste. Dhe 10 kishte vetëm një ide. Erdhi atje, konkurroi me një ide. Jo më shumë se aq. As biznes plan, as rrugë, se si do e ndiqte, vetëm ide. Erdhi prezantoi idenë dhe unë i bëra disa pyetje dhe ngacmova me pyetjet se cili nga neve në juri bën pyetjet e veta. Dhe me ato pyetje edhe ngacmon të kuptoj më shumë që sa seriozisht e ka atë idenë, sa shumë do t'i shkojë deri në fund. A ka kapacitet, a ka potencial, a do ta çojë deri në fund. Dhe nëse ka, është e lirë të na kontaktojë dhe të vazhdojë të mentorohet nga neve në të ardhmen. Pikërisht të bëri Panorea. E vura re që mbasi mbaroi edicioni i vjetshëm, më kontakton dhe më bëm pyetje të ndryshme që si mund ta bëj unë këtë, si mund ta bëj atë. Thash, "Ok, ti ke nevojë të mentorohesh, atëherë të tregoj pak se si do fokusohesh." Dhe ka bërë një projekt shumë interesant. Kishte dizenjuar kostume të një çifti nga zona e Ishmit. Kështu e ka nisur. Pra dua tha të bëj tha zonën e Durrësit, dua ta nis kështu. Kam një ide. Pra dua të reklamoj kostumet e tradicionale të zonës së Durrësit. Si fillim kishte gjetur foto në internet, nuk e di, kishte një ide ta bëj kështu, ta bëj ashtu, i tha shiko. Nëse ta bësh të gjën me seriozitet, atëherë do fjala ishte të prodhonte magnet. Pra këtu do dizenjo do përdoreshin si magnet për t'ia dhënë turistëve si suvenire. Tha shumë bukur, jam e gatshme të mentoroj, por ndërkohë duhet bësh një studim përpara, duhet flasësh me etnolog që të tregojnë se çfarë ka rajoni specifikisht. Pra, rajoni Durrësit është i ndarë nëpër ka fshatra, ka komuna, është shumë i shtrirë. Kështu që nëse ta bësh një studim të saktë, atëherë shko fol me dikë që është i fushës. Dhe rekomandova të flasin me Afërdita Unuzin, që shquhet që është një nga personat që ka bagazhin e duhur, është konsultuar me të, para një viti ka nisur pra gjithçka, ka marrë indikacionet për asaj, ka filluar të dizenjoj këtë që kishte, ka bërë produktin gati, më sjell mua për masa, ta bëj kështu, do ta bëj ashtu, konsultohemi bashkë, shkon, bën provat, gjen vendin ku do ta prodhoj, kostot e prodhimit, si do dali kjo, si do dali ajo, duke mësuar që këto kosto janë kosto direkte, ka ca indirekte, duhet të përballosh këtë apo atë. Dhe kështu avash, brenda 6-7 muajsh, ajo arrin të nxjerrë produktin. Produktin unë i vënë në dispozicion një nga vitrinat në Hotel Adriatik në hallin ton, dhe ajo sjell atij produktin për ta ekspozuar, për ta shitur. Edhe i them, ok, hajde dhe shite këtu. Ne nuk duam asgjë. Ti vetëm ke mundësinë ta ekspozosh këtu dhe të shesësh çfarë do ti. Dhe ti tregojmë të gjithëve që kjo vjen për të ndihmuar një vajzë të re. Po, një vajzë të re që ka pasur të idenë dhe ishte ekstremisht e lumtur. I kemi sot ekse dite janë atje në hotel, kanë filluar shitjet e produkteve. Së fundmi unë dash një speech në një konferencë për leadershipin që e kishim në hotel. Ishte diçka e rastësishme, organizuar nga Ambasada Amerikane. Edhe më shkon mendja t'i bëj dhuratë atyre pikërisht këtë. Dhe i tha shikoni, këtë produktin që unë e kam bërë, pra këtë baby, little baby, është produkti dashurisë, domethënë ndaj diçkaje kaq të bukur, edhe dëshiroj t'ju jap dhuratë që të shikoni se si është procesi, se si shkon procesi, pra dhe se si mund të realizohen gjërat të bëhen materializohen nga ide në diçka të vërtet reale që mund të ndihmojë dikë të eci të avancoj në biznes. Kështu që jam shumë krenare për Panorean që fantastike, komplimente për gjithë punën tuaj dhe mbështetjen për si përmarrës set kryesisht të reja.
Faleminderit që ishim në flasim hapur dhe ju mirëpresim sërish edhe për biseda tjera. Absolutisht, dhe kënaqësi. Dhe herën tjetër do jem me përfaqësues nga diaspora, patjetër, me celebrities. Me shumë kënaqësi. Diasporës shqiptare në Amerikë. Faleminderit që na ndoqët, miru ta kofshim në episodin e radhës.